Çmimet e patentave të shoferëve në Gjermani me të dashur janë tepër të shtrenjta dhe këtë e ka kuptuar edhe qeveria e cila ka paraqitur disa propozime për një reformë dhe për uljen e çmimeve. Pra, që në fillim po ju them që këto janë vetëm propozime të qeverisë akoma që duhet të shndrohen në ligj, por janë shumë e rëndësishme për të gjithë ata që planifikojnë të bëjnë patentën në Gjermani. Ndaj, mos harroni ta shpërndani këtë video sepse është me rëndësi pra për secilin që akoma nuk e ka patentën. E këto reforma janë tepër me rëndësi kur dihet që vetëm në 4 vitet e fundit çmimet e patentave të shoferëve në Gjermani janë rritur për plot 52.2%. Kështu që mesatarisht një patentë e shoferit në Gjermani aktualisht kushton rreth 3.400 euro, që për një familje të rëndomt është një ngarkesë e madhe. E patenta e shoferit, ju e dini, nuk është ndonjë luks, por është një domosdoshmëri për jetën e përditshme, në veçanti për ata që jetojnë në periferi të qyteteve apo udhtojnë çdo ditë në punë në rajone ku nuk ka shpesh trena e autobus. Et mos flasim për ata që punojnë si shofer profesionist dhe kështu ushqejnë veten dhe familjen. Ministri i Komunikacionit Patrick Schneider tha këto ditë madje se patenta e shoferit është një çelës për liri, në veçanti në vendet ku nuk qarkullojnë shpesh autobus e tramvaj. Sidoqoftë, qeveria gjermane ka hartuar një reformë që parashikon disa lehtësime e ato janë: prezenca në mësime teorike nuk është e domosdoshme, por mësimet mund të bëhen edhe përmes internetit. Katalogu prej 1169 pyetjesh sa mësohen tani për testin teorik duhet të zvoglohet në 840 pyetje. Do të ndryshojnë edhe vlerësimet e pikëve në testet teorike, që do të thotë se do të lehtësohet kalimi i testeve, por kujdes, këtu nuk guxon të ketë kurfar lëshimesh dhe lehtësimesh për pyetjet që kanë të bëjnë me çështjet e sigurisë. Numri i orëve të veçanta, siç quhen për shembull ngasja e makinës gjatë natës apo në autostrada, duhet të zvoglohet. Orët e stërvitjeve mund të bëhen edhe me persona të afërt, si për shembull me prindër apo me gjysh e gjyshe, por me kusht që kandidati më parë të ketë kryer testin e teorisë dhe të paktën 6 orë ngasje praktike të makinave. Ndërsa personi që e shoqëron duhet të jetë i moshës së përshtatshme dhe të mos ketë shumë pikë dënimi në Flensburg. Testi praktik duhet të shkurtohet nga 55 në 40 minuta, ndërsa vetë koha e ngasjes së automjetit duhet të shkurtohet nga 30 në 25 minuta, por këtu nuk llogaritet koha e parkimit të automjetit dhe e përgatitjeve për projekt. Qëllimi i këtyre propozimeve është që brenda ditës të kryhen më shumë teste dhe të shkurtohet koha e pritjeve të kandidatëve. Të gjitha këto propozime të qeverisë tani duhet të shndrohen pra në projekt ligj dhe më pas të miratohen në parlament dhe të bëhen ligj, por qeveria shpreson që me këto ndryshime do të ulen çmimet e marrjes së patentëve dhe do të lehtësohet buxheti i familjeve. Qeveria akoma nuk e ka saktësuar se kur do të ndodhin sakt këto ndryshime, pra kur do të miratohen në Bundestag e Bundesrat, por priten së shpejti. Po jo, miq të dashur, mendoni se vërtet me këto masa do të ulen çmimet e patentëve për automjete? Nëse doni, më shkruani këtu në video dhe siç e thash, mos harroni ta shpërndani këtë video dhe të abonoheni në kanalit e mi, ndërsa unë me siguri që do ta ndjek me shumë vëmendje këtë debat dhe do t'ju njoftoj kur të miratohet ky ligj, por besoj se është me rëndësi për të gjithë ata që duan eventualisht të marrin patentin e automjetit në Gjermani, që të dinë se po priten ndryshime dhe mund të ketë edhe lehtësime dhe ulje të çmimeve. E në këtë kohë inflacioni, me siguri që çdo lloj ulje është e rëndësishme. Faleminderit dhe mirupafshim.